Në fshatin e vogël të shtrirë mes kodrave të thata dhe ullinjve të vjetër, fjala ndërpeshonte më shumë se çdo pasuri. Aty, ku çdo der kishte historinë e saj dhe çdo familje mbante mbi supë barën e brezave, jetonte Elira, një vajzë 23 vjeçare me sy të errët dhe një heshtje që fliste më shumë se fjalët. Ajo ishte rritur shpejt, ndoshta më shpejt se ç'duhej, sepse varfëria nuk të pyet kur të merr fëmirin. Babai i saj, Halili, ishte burr i thyer nga jeta. Dikur kishte qenë i fortë, punëtor i tokës, me duar që mbanin plugun dhe shpresën njëkohësisht. Por vitet kishin kaluar, shëndeti ishte ligështuar dhe borxhet ishin shtuar si hije pas diteje. Shtëpia e tyre, e ndërtuar me tulla të vjetra dhe çati që pikonte në dimër, mbante brenda jo vetëm një familje, por edhe frikën e përhershme të së nesërmes. Nëna e Elirës kishte vdekur herët, duke lënë pas një boshllëk që askush nuk e mbushi dot. Që atëherë, Elira ishte bërë njëkohësisht bi, nën dhe shpresë. Punonte her pas here në qytet, qepte rroba për gratë e fshatit, por parat kur nuk mjaftonin. Halili shpesh rrinte në heshtje, me syt nga toka, duke numëruar dështimet e tij, ndërsa Elira përpiqej të mos se tregonte lodhjen. Një pasdite vere, kur ajo ishte i rënë dhe cicërimat e zogjve dukeshin sikur ndaleshin nga vapa. Në fshat u përhap një lajm që trazoi gjithçka. Një shejk i pasur nga lindja e mesme po kërkonte nusë shqiptare. Nuk ishte hera e parë që dëgjohej diçka e tillë, por kësaj here emri i tij shoqërohej me shifra që për fshatin tingëllonin si përrall. Thuhet se paguan shumë, përshpëritnin gratë pranë pusit. Vajza jeton si mbretëresh, thoshte një tjetër, pa e ditur nëse fliste për realitet apo për ëndrat e veta. Halili e dëgjoi lajmin në kafenen e vetme të fshatit. Filxhani i kafes i dridhej paksa në dorë. Fillimisht e hodhi poshtë mendimin, sikur të ishte diçka e ndyrë që s'duhej prekur. Por netët kalonin dhe borxhet nuk shtukeshin. Kreditorët trokisnin më shpesh, ilaçet kushtonin më shumë, dhe Elira, vajza e tij e vetme, ishte e bukur, e zgjuar. Dhe e re, një mbrëmje, pasi kishin ngrënë bukë të thatë me djath, Halili mori frym thellë. Elira. Zëri i tij u thye. Kam diçka për të thënë, ajo e ngriti kokën. E njihte atë ton. Ishte toni i një burri që kishte humbur shumë betejë. Në fshat po flitet për një shejk, vazhdoi ai. Po kërkon grua. Është burr i moshuar. Por shumë i pasur. Elira nuk foli. Vetëm e shikoj, nuk do ta përmendja kurrë, po të mos ishim në këtë gjendje, shtoi ai me ngut, sikur të donte të justifikohej. Parat. Do na shpëtonin. Do na nxirrnin nga kjo varfëri. Heshtja ra mes tyre si mur. Elira ndjeu një ftohtësi në kraharor. Ajo e kishte menduar ndonjëherë largimin, jetën jashtë fshatit, por jo kështu. Jo si mall në treg, a do të më shesësh, baba? Pyeti më në fund, qetë, por me një dhimbje të thellë. Halili uli syt, jo. Kur nuk do të shesja. Por, nëse ti do të pranosh. Do të ishte një sakrificë për familjen, netët që pasuan ishin të gjata. Elira rrinte zgjuar, duke dëgjuar erën që përplasej në dritare. Mendonte për jetën e saj, për rinin që po i rrëshiste nga duart, për babain që e donte, por ishte i pafuqishëm. Mendonte edhe për shejkun. Një burr rreth të 70-tave, me një botë krejt tjetër, me rregulla që ajo nuk i njihte. Pas një jave, ajo foli. Nëse do të martohem me të, tha Elira me zë të vendosur, do ta bëj me një kusht. Halili e ngriti kokën me shpresë dhe frikë njëkohësisht. Çfarë kushti? Ai duhet t'i jap para ty. Jo thjesht një dhuratë. Një shumë që të sigurojë jetën. Shtëpi, shëndet, dinjitet. Dhe këto para do të jenë në emrin tënd. Halili mbeti pa fjalë. Lotët i mbushën syt, vajza ime. Përshpëriti. Nuk e meritoj këtë, nuk e bëj për ty vetëm, u përgjigj ajo. E bëj që të mos kesh borxhe mbi kokë. Që të mos ndihesh fajtor për mua. Takimi me përfaqësuesin e shejkut u organizua shpejt. Ai erdhi me makinë luksoze, me kostum të shtrenjtë dhe buzëqeshje të ftohtë. Fliste pak shqip, por mjaftueshëm për të kuptuar kushtin. Shejku pranon, tha ai pas një pauze. Do t'i jap babait tuaj një shumë të konsiderueshme parash.
Martesa do të bëhet sipas traditës son. Në atë çast, Elira ndjeu sikur jeta e saj u nda në dysh, para marrëveshjes dhe pas saj. Kur u kthye në dhomën e saj, ajo ul në shtrat dhe shikoi muret e vjetër. Aty kishte qeshur, kishte qarë, kishte ëndërruar. Tani, gjithçka po merrte fund. Por brenda asaj dhimbjeje, kishte edhe një krenari të heshtur. Ajo nuk po shkonte pa zë. Kishte vendosur kushtin e saj. Kishte mbrojtur babain, dhe ndërsa nata binte mbi fshat, Elira kuptoi se kjo ishte vetëm fillimi i një historie shumë më të errët dhe më të thellë se sa kishte imagjinuar ndonjëherë. Udhëtimi. Mëngjesi i ditës kur gjithçka u bë zyrtare erdhi pa zhurmë. Dielli u ngrit mbi kodrat e fshatit njësoj si çdo ditë tjetër, sikur të mos dinte se jeta e Elirës po mbyllej në një kapitull dhe po hapej në një tjetër, të panjohur. Ajo u zgjua herët, veshi rrobat e thjeshta dhe doli në obor. Ajri mbante erën e tokës së lagur dhe të barit të kositur. Çdo gjë i dukej më e mbredh, më e gjallë, sikur shisat e saj donin të mbanin mend çdo detaj për herë të fundit. Halili ishte zgjuar para saj. Po pinte çaj dhe shikonte duart e veta, tashmë më pak të dridhura se më parë. Parat kishin mbërritur një ditë më parë, një shumë që ai kur nuk e kishte imagjinuar. Borxhet u shlyen menjëherë. Një mjek nga qyteti i premtoi trajtim të rregullt. Për herë të parë pas shumë vitesh, Halili kishte ndjer lehtësim. Por bashkë me të, edhe një faj që i shponte kraharorin, bia ime, tha ai me zë të ulët, ende mund të tërhiqesh. Asgjë nuk është e shkruar në gur, Elira buzëqeshi lehtë, është vonë, baba. Dhe nuk dua që ti të jetosh gjithë jetën duke menduar po sikur, ceremonia ishte e thjeshtë. E shpejt, pothuajse pa shpirt. Nuk pati valle, as këngë, as hare. Vetëm disa burra që firmosën letra, disa gra që përshpëritën lutje dhe një ndjenjë e rëndë që u ul mbi shtëpinë. Sheiku nuk ishte aty, gjithçka u bë përmes përfaqësuesve të tij. Ai ishte një emër, një pasuri, një autoritet i largët. Kur makina e zezë u ndal para shtëpisë, Elira përqafoi babain fort. Ishte një përqafim i gjatë, i heshtur, ku u than të gjitha fjalët që nuk dolen dot nga goja. Mos u kthe mbrapa, i tha Halili me zë të thyer. Dhe nëse ndonjëherë ndihesh e humbur, dije se unë jam gjithmonë këtu. Rruga drejt aeroportit ishte e gjatë. Elira shikonte nga dritarja fushat. Qytetet, njerëzit që vazhdonin jetën e tyre pa e ditur se për të gjithçka po ndryshonte. Në aeroplan, për herë të parë, ajo ndjeu frikë të vërtetë. Jo frikë nga varfëria, por nga e panjohura. Kur mbërriti, nxehtësia e goditi menjëherë. Qielli ishte i hapur, i thatë, dhe ajri mbante një erë tjetër, të huaj. Ajo u prit nga shërbëtor të heshtur dhe u dërgua në një rezidencë që dukej më shumë si pallat se sa shtëpi. Mure të larta, dyer të mëdha, mermer kudo. Luksi ishte i verbër, por edhe i ftohtë. Sheiku e priti në një sallë të madhe. Ishte një burr rreth të 70-tave, me mjekër të thinjur dhe sy të mbredh. Zëri i tij ishte i qetë, por autoritar. Mirë se erdhe, Elira, tha ai. Tani je pjesë e shtëpisë sime. Ajo uli kokën, siç i kishin mësuar. Ditët e para kaluan në një mjegull. Ajo mësoi rregullat, çfarë të vishte, ku të shkonte, kur të fliste. Çdo gjë ishte e planifikuar. Ajo nuk ishte e keq trajtuar, por as e lirë. Ishte një zog në kafaz të ardh. Natën, kur pallati binte në heshtje, Elira qante në heshtje. Mendonte për babain, për fshatin, për jetën që kishte lënë pas. Parat kishin sjellë siguri për Halilin, por për të kishin bler heshtjen. Një mbrëmje, ajo e gjeti guximin të fliste. Kam bërë një sakrificë të madhe, i tha sheikut, me zë të qetë. Nuk dua të jem vetëm një emër në këtë shtëpi. Ai e shikoi gjatë. Çdo sakrificë ka çmimin e saj, u përgjigj. Por nëse je e mençur, do të mësosh të jetosh me të. Fjalët e tij e ndiqnin kudo. Elira kuptoi se parat kishin zgjidhur një problem, por kishin krijuar një tjetër. Dhe se kushti që kishte vendosur për babain ishte vetëm fillimi i betejës së saj të brendshme. Ajo nuk e dinte ende, por ditët që vinin do ta detyronin të zgjedhte mes nënshtrimit dhe një force që nuk e kishte njohur më parë tek vetja. Kaluan javë, por për Elirën koha kishte humbur kuptimin.
Ditët rridhnin njësoj, të rregulluara me orar, me hapa të butë shërbëtorësh dhe me heshtje që nuk thyej kur pa leje. Rezidenca ishte e madhe, aq e madhe sa ajo shpesh humbiste rrugën mes korridoreve të mbuluara me qilima të shtrenjtë. Por, sa do hapësirë të kishte rreth saj, brenda ndihej gjithnjë e më e ngushtë. Ajo kishte dhomën e saj, një suitë luksoze me dritare të mëdha dhe perde të rënda. Nga aty shite një kopsht të rregulluar në mënyrë perfekte, palma, burime uji, lule egzotike. Gjithçka dukej e bukur, por e pajedhë. Asgjë nuk rritej rastësisht, asgjë nuk lihej në dorë të natyrës. As ajo, shejku e vizitonte rrallë. Kur vinte, prania e tij mbushte hapësirën. Nuk bërtiste, nuk kërcënonte, por çdo fjalë e tij ishte urdhër i heshtur. Elira kishte mësuar të dëgjonte, të pohonte me kokë, të mos shtronte shumë pyetje. Ishte një rol që e luante mirë, por çdo natë, kur mbetej vetëm, ndjente sikur po humbiste veten. Një ditë, teksa shëtiste në kopsht në shoqërinë e një shërbëtoreje të re, Elira vuri re një grua tjetër. Ishte rreth moshës së saj, me sy të lodhur dhe fytyrë të bukur, por të zbehur. Ajo uli shikimin sapo u kryqëzuan. Kush është ajo? Pyeti Elira me zë të ulët. Shërbëtorja hezitoi, një nga gratë e tjera të shejkut. U përgjigj më në fund. Ka ardhur vite më parë, fjalët ranë rënë. Deri atëherë, Elira e kishte ditur teorikisht se nuk ishte e vetmja, por ta shite me sytë e saj ishte tjetër gjë. Në ditët që pasuan, ajo vuri re edhe të tjera, gra të heshtura, të shpërndara në cepa të ndryshëm të rezidencës, secila me historinë e saj, secila me një sakrificë të padukshme, një mbrëmje në një sallon të madh. Elira u ul pranë njërës prej tyre. Quhej Amina. Fliste pak, por sytë e saj tregonin shumë. Sa kohë ke këtu? E pyeti Elira. 6 vjet, u përgjigj ajo shkurt, dhe a mësohesh ndonjëherë? Amina buzëqeshi hidhur. Mësohesh të mbijetosh. Jo të jetosh, këto fjalë e përndoqën Elirën. Ajo filloi të kuptonte se kushti i saj për parat kishte shpëtuar babain, por e kishte futur atë në një botë ku dashuria, zgjedhja dhe liria nuk kishin vend. Megjithatë, brenda saj, diçka po zgjohej. Një zë i vogël, por i fortë, që nuk pranonte të shuante. Ajo filloi të kërkonte hapësira të vogla lirie, të lexonte libra që i sillnin nga jashtë, të mësonte gjuhën e vendit, të fliste me gratë e tjera. Çdo bisedë ishte një dritare e vogël drejt një realiteti tjetër. Ajo dëgjoi histori vajzash të reja, familjesh të varfra, premtimesh për jetë të mirë që përfundonin në izolim. Një natë, Elira mori një telefonat nga Shqipëria. Ishte Halili. Zëri i tij ishte më i fortë se më parë. Jam mirë, bi, i tha. Kam bërë kontroll mjekësor. Kam edhe një shtëpi më të mirë tani. Fshati flet për ty disa me zili, disa me mëshirë. Por unë jam krenar për ty, Elira mbylli sytë. Lotët i rëshitën pa zë, baba, tha ajo me vështirësi. A ja vleti? Në anën tjetër ra heshtje. Nuk e di, u përgjigj ai sinqerisht. Por e di që ti je më e fortë se sa mendon. Pas asaj telefonate, Elira mori një vendim të heshtur. Ajo nuk do të ishte thjesht një figurë e bukur në një pallat të huaj. Nuk do të zhdukej pa gjurmë. Nëse kjo jetë i ishte imponuar, ajo do të gjente një mënyrë për të ruajtur dinjitetin e saj. Ajo filloi t'i fliste shejkut ndryshe, me respekt, por edhe me qëndrueshmëri. Kërkoi të kishte rol në bamirësi, të ndihmonte gratë të tjera, të përdorte pasurinë për diçka më shumë se sa luks. Ai e vështroi me kurreshtje. Ti nuk je si të tjerat, i tha një herë. Ke zjarr brenda, nuk dua që ai zjarr të shuhet, u përgjigj Elira. Shejku nuk dha përgjigje atëherë. Por që nga ajo ditë, diçka ndryshoi. Jo liria e saj, jo statusi i saj, por mënyra si ajo e shite veten. Ajo nuk ishte më vetëm vajza që kishte ardhur nga varfëria me një kusht përpara. Ishte një grua që po mësonte të qëndronte në këmbë në mes të një bote që nuk e kishte zgjedhur, dhe thellë në zemrën e saj, Elira e dinte se kjo histori nuk do të mbyllej këtu. Se sakrifica e saj do të kërkonte një çmim tjetër. Dhe se një ditë, ajo do të duhej të merrte vendimin më të vështirë nga të gjithë, çmimi i heshtjes. Ndryshimi nuk erdhi menjëherë.
Ai erdhi ngadalë, si rëra që mbush një plagë pa e kuptuar se po e mbyll. Pas bisedës së fundit me shejkun, Elira vuri re se lëvizjet e saj nuk kontrolloheshin më me aq rreptësi. Nuk ishte liri, por ishte një hapësirë e vogël frymëmarrjeje. Dhe në atë hapësirë, mendja e saj filloi të punonte ndryshe. Ajo u përfshi në aktivitetet bamirëse të familjes. Vizitonte qendra për gra të varfra, jetimore, spitale. Në sytë e atyre grave pa veten e saj, para se të largohej nga fshati, para se të bëhej nusja e shejkut. Ato e shikonin me admirim, disa me shpresë, disa me frikë. Për to, ajo ishte simbol shpëtimi. Për veten, ishte pasqyrë e dhimbshme. Në njërin nga këto vizita, një grua e re i kapi dorën fort. Mos na harro, i tha. Edhe ne kemi bërë marrëveshje me jetën, ato fjalë e goditën fort. Elira kuptoi se heshtja e saj kishte një çmim, dhe ky çmim nuk ishte vetëm vetmja e saj, por edhe fakti që sistemi vazhdonte të funksiononte, sepse gra si ajo nuk flisnin. Në rezidencë, tensioni ishte i padukshëm, por i pranishëm. Gratë e tjera e shikonin Elirën ndryshe tani. Disa me zili, disa me shpresë, disa me frikë se ndryshimi i saj do të sillte pasoja për të gjitha. Amina, e vetmja që fliste hapur me të, e paralajmëroi një mbrëmje. Ki kujdes, i tha. Këtu, çdo hap përpara paguhet 2 fish, edhe qëndrimi në vend ka çmim, u përgjigj Elira. Shejku filloi ta thërriste më shpesh. Jo si grua, por si bashkëbiseduese. I pëlqente mendja e saj, qetësia, mënyra si argumentonte pa ngritur zërin. Një natë, ndërsa pinin çaj në një sallon të madh, ai foli hapur për herë të parë. E di pse pranova kushtin tënd për parat e babait? E pyeti. Elira ngriti sytë, sepse pash që nuk ishe e dëshpëruar. Ishe e vendosur. Gratë që vinë këtu zakonisht luten. Ti negocioje, nuk kisha luksin të lutesha, u përgjigj ajo. Kur një baba po mbytet, vajza nuk pyet sa thellë është fuji, ai heshti për një moment. Dije një gjë, Elira, tha më pas. Çdo marrëveshje ka kufijtë e saj. Mos i shty më tej se sa duhet, ajo e kuptoi paralajmërimin. Por po ashtu kuptoi edhe diçka tjetër, ajo kishte fituar një pozicion. Të brisht, por real, ditët kalonin dhe një lajm i papritur tronditi rezidencën. Një nga gratë e tjera ishte larguar papritur. Askush nuk fliste për të. Emri i saj u fshi nga bisedat. Dhoma e saj u mbyll. Heshtje totale, Elira u trondit. Amina vetëm uli kokën, kështu përfundojnë ato që bëhen të padukshme. Ose shumë të dukshme, tha ajo, atë natë, Elira nuk fjeti. Mendoj për babain, për parat që kishin ndryshuar jetën e tij, për veten që po ndryshonte çdo ditë. A e kishte shitur veten për sigurinë e një tjetri? Apo kishte bler kohë për të gjetur një rrugdalje? Në mëngjes, ajo i shkroi një letër Halilit. Nuk guxonte t'i thoshte gjithçka në telefon. Baba, jam mirë. Por jo e lirë. Mos u ndje kur fajtor. Nëse një ditë nuk do të dëgjosh më për mua, dije se kam luftuar në mënyrën time. Ajo e mbylli letrën me duar që i dridheshin. Nuk e dërgoi më njëherë. Ishte si një amanet, jo një lajm. Në ditët që pasuan, Elira filloi të kuptonte rregullat e padukshme të pushtetit. Kush dëgjonte, kush shite, kush raportonte. Çdo buzëqeshje kishte një prapavi. Çdo heshtje ishte mesazh. Dhe në këtë lojë, gabimi nuk falej, por frika nuk e paralizoi. Përkundrazi, e bëri më të kthjellët. Ajo filloi të mbante shënime, të mësonte emra, data, zakone. Jo për hakmarrje, por për mbijetesë. Për një ditë që ende nuk kishte ardhur, në një nga mbrëmjet e rralla kur qielli u mbush me re dhe shihura mbi rezidencë, Elira doli në balkon. Era e lagësht i preku fytyrën dhe për një çast ju duk sikur ishte sërish në fshatin e saj. E lirë. E varfër. Por e vetja, ajo e dinte tashmë, kushti që kishte vendosur për parat e babait ishte vetëm pagesa e parë. Çmimi i vërtet ishte heshtja e saj. Dhe ajo po vendoste dita ditës nëse do ta paguante për gjithmonë.
apo nëse një ditë do ta thyente atë, pavarësisht pasojave, sepse disa marrëveshje nuk mbyllen kurrë me firmë. Ato mbyllen vetëm me guxim. Qielli ishte i rëndë atë mëngjes, sikur edhe vetë ajri e dinte se diçka do të ndryshonte. Elira u zgjua para agimit me një ndjesi të çuditshme në kraharor. Nuk ishte frikë. Ishte qartësi. Ajo lloj qartësie që vjen vetëm kur njeriu ka kaluar mjaftueshëm dhimbje sa për të mos u mashtruar më nga iluzionet. Në rezidencë kishte nisur një lëvizje e pazakontë. Vizitor të shumë, burra me kostume të errëta, biseda të shkurtra pas dyerve të mbyllura. Amina i përshpëriti se shejku po përgatiste një marrëveshje të madhe biznesi, diçka që do të sillte edhe më shumë pushtet e ndikim. Në këto raste, çdo gjë duhet të dukej perfekte. Sidomos gratë. Elira e kuptoi se kjo ishte një nga ato momente kur prania e saj përdorej si simbol, nusja e re, e bukur, e qetë, që tregonte se gjithçka ishte nën kontroll. Ajo veshi rrobat që i sollën, por në pasqyrë nuk pa më vajzën që kishte ardhur nga fshati. Pa një grua që kishte mësuar të fshete stuhin pas syve të qetë, gjatë pritjes zyrtare, ajo qëndroi pranë sheikut. Ai fliste, qeshte, negocionte. Elira dëgjonte. Dhe dëgjimi ishte bërë arma e saj më e fortë. Fjalë, emra, plane. Gjëra që nuk duhet i dinte, por që i mbante mend. Jo për t'i përdorur sot. Jo ende, kur mbrëmja ra dhe vizitorët u larguan, shejku e thiri në sallonin e tij privat. Zëri i tij ishte i ulët. Por i ftohtë, po ndryshon, Elira, i tha. E ndjej. Gratë këtu ose thyhen, ose mësojnë të mos mendojnë shumë. Ti po bën të kundërtën, ajo nuk uli syt, po mësoj të kuptoj, u përgjigj. Dhe kur kupton, nuk mund të kthehesh më pas. Ai u afrua disa hapa, kujto kushtin tënd, tha. Parat i ke marrë. Babai yt është i sigurt. Mos kërko më shumë se sa është rënë dakord. Për herë të parë, Elira ndjeu se kufiri ishte prekur. Ajo e dinte se kjo bisedë nuk ishte kërcënim i drejt për drejt, por paralajmërim i fundit. Nuk kam kërkuar më shumë për veten time, tha qetë. Por kam parë shumë për të mos parë asgjë. Shejku e vështroi gjallë. Pastaj u kthye shpinën, shko, tha shkurt. Dhe mos haro ku je, ajo doli nga salloni me hapa të qetë, por zemra i rritë fort. Atë natë, Elira mori vendimin që kishte shtyrë për muaj të tërë. Jo një aratisje të pamatur. Jo një rebelim të hapur. Por diçka më të rrezikshme, të mos ishte më e padukshme, ajo filloi të ndihmonte gratë e tjera në mënyrë të heshtur. Të siguronte trajtime mjekësore. Të krijonte kontakte jashtë. Të ruante kopje dokumentesh. Çdo gjë dukej e vogël, por bashkë formonin një rrjet të padukshëm solidariteti. Amina ishte e para që ju bashkua, nëse bie ti, i tha Amina, do të biem të gjitha. Jo, u përgjigj Elira. Nëse bie unë, dikush tjetër do të ngrihet. Kjo është ideja, një mbrëmje, ajo më në fund e dërgoi letrën për babain. Jo si lam të mirë, por si e vërtet, baba, sakrifica ime nuk ka mbaruar. Por as nuk ka qenë e kodh. Mos u trem nëse dëgjon zëra. Jam ende këmbë. Ditët që pasuan ishin të mbushura me tension. Elira ndjeu se po vëzhgohej më shumë. Por ajo nuk u tërhoq. Çdo hap ishte i matur, çdo fjalë e zgjedhur. Ajo kishte kuptuar diçka thelbësore. Liria nuk vjen gjithmonë duke ikur. Ndonjëherë vjen duke qëndruar dhe duke ndryshuar terrenin, milimetër pas milimetri. Në një cep të rezidencës, ajo pa përsëri balkonin ku kishte dalë natën me shi. U ndal aty për pak. Nuk ëndërronte më kthimin si dikur. Tani ëndërronte diçka tjetër, që vajzat të tjera të mos vinin më me kushte të dhimbshme si i saj. Elira e dinte se rruga përpara ishte e gjatë dhe e rrezikshme. Por për herë të parë që nga dita kur kishte pranuar martesën, ajo nuk ndihej më si mall i shkëmbyer. Ndihej si një grua që kishte marrë vendimin e saj, dhe ky vendim, edhe pse i heshtur, ishte fillimi i fundit për kafazin e ardhur. Asgjë nuk ndodhi menjëherë. Dhe pikërisht kjo ishte shenja më e rrezikshme.
Në botën ku jetonte Elira, heshtja para stuhisë ishte gjithmonë më e frikshme se vetë stuhia. Ditët pas vendimit të saj kaluan në një vëzhgim të padukshëm. Ajo e ndjente në mënyrën si shërbëtorët shmangnin syt, në pauzat e vogla para se dikush t'i përgjigjej, në faktin që disa dyer që më parë ishin gjysmë të hapura, tani qëndronin të mbyllura. Rjeti i saj i vogël solidariteti ekzistonte ende, por frymëmarrja ishte bërë më e shkurtër. Amina i foli një mbrëmje, me zë të ulët, pothuajse pa lëvizur buzët, po pyesin për ty, kush? Pyeti Elira, të gjitha ata që nuk pyesin kur pa arsye. Kjo ishte përplasja e parë, edhe pse pa fjalë. Elira e kuptoi se koha e manovrimit po mbyllej. Ajo duhej të ishte ose një hap përpara, ose do të shtypej në peshën e lojës një pasdite. Gjatë një aktiviteti bamirësie jashtë rezidencës, ndodhi diçka e papritur. Një gazetare e huaj me origjinë europiane ju afrua Elirës. Nuk ishte e zakonshme. Gratë të shejkut rrallë flisnin me media dhe kur pa leje, ju jeni nga Shqipëria, apo jo? E pyeti ajo në anglisht, Elira ndjeu një goditje në stomak. Çdo instinkt i tha të largohej. Por sytë e gazetares nuk ishin grabitqar. Ishin kërkues, po, u përgjigj ajo shkurt, kam dëgjuar histori. Vazhdoi ajo, duke ulur zërin. Jo vetëm për ju. Për shumë gra. Nëse ndonjëherë doni të flisni, një shërbëtor u afrua menjëherë dhe ndërpreu bisedën. Por fjalët kishin hyrë tashmë. Mundësia ekzistonte. Dhe mundësitë në atë botë ishin më të rrezikshme se rreziqet e hapura. Atë mbrëmje, shejku e thirri sërish. Këtë herë nuk kishte çaj. Nuk kishte qetësi. Vetëm një tryezë e madhe dhe një distancë e ftohtë mes tyre. Ke folur me dikë sot, tha ai pa hyrje, nuk ishte pyetje, kam marrë pjesë në një aktivitet publik, u përgjigj Elira. Aty flasin njerëzit, ai e goditi lehtë tavolinën me gisht, ti harron se nuk je thjesht një njeri publik. Je pjesë e një strukture që nuk toleron gabime, nuk kam gabuar, tha ajo, ende e qetë. Nuk kam thënë asgjë, ende, u përgjigj ai ftohtë, kjo ishte përplasja e vërtetë. Jo britma. Jo kërcënime të hapura. Por dy vullnete që po testonin kufit e njëri tjetrit. Më dëgjo mirë, Elira, vazhdoi shejku. Unë të dhash siguri. Fuqi. Status. Babai yt jeton fal kësaj marrëveshjeje. Dhe ti po rrezikon gjithçka për ide që nuk janë të tuat, janë të mijat, u përgjigj ajo. Janë bërë të mijat që kur pash se çfarë çmimi paguajnë gratë këtu, ai u ngrit në këmbë, gratë këtu janë të mbrojtura, janë të mbyllura, ja ktheu ajo. Ka dallim, heshtja që pasoi ishte e rëndë, pothuajse kërcënuese. Elira e dinte se kishte kaluar një vijë që nuk kaloi lehtë. Por gjithashtu e dinte se të tërhiqej tani do të thoshte të zhdukej përgjithmonë. Do të jap një këshill të fundit, tha shejku më në fund. Kthehu aty ku ishe. Ose dikush tjetër do të vendos për ty, Elira u përkul lehtë me kokë. Një gjest respekti. Jo nënshtrimi, faleminderit për sinqeritetin, tha. Edhe unë po të jem e sinqert, ajo u kthye dhe doli, me hapa të qëndrueshëm. Në korridor, këmbët ju drodhen për një çast, por ajo nuk u ndal. E dinte se nga ky moment, gjithçka ishte më e rrezikshme. Atë natë, Amina erdhi fshehurazi në dhomën e saj. E bëre? E pyeti, po, u përgjigj Elira. Tani nuk kam më kthim, atëherë duhet të përgatitemi, tha Amina. Jo të gjitha do të mbjetojnë këtë përplasje. Elira u ul në shtrat dhe mori frymë thellë. Për herë të parë, ajo nuk mendoi për ikjen. Mendoi për pasojat. Dhe ishte gati t'i përballonte, sepse përplasja nuk ishte më vetëm mes saj dhe shejkut. Ishte mes një sistemi që mbante gra të heshtura. Dhe një gruaje që kishte vendosur të fliste, edhe nëse zëri i saj do të dridhej, dhe kur përplasjet nisin kështu, pa britma, pa gjak, pa shurm, zakonisht përfundojnë duke ndryshuar gjithçka. Errësira në rezidencë nuk ishte kurrë e plotë. Dritat qëndronin gjithmonë të ndezura diku, kamerat punonin pa pushim dhe hapat e rojeve dëgjoheshin si rrahje ore. Por ajo natë ishte ndryshe.
Elira e ndjeu sa po mbylli syt, diçka ishte vënë në lëvizje, pas përplasjes me shejkun, asgjë nuk u tha hapur. Askush nuk e ndaloi. Askush nuk e kërcënoi. Por liria e saj e vogël filloi të tkurrej. Vizitat bamirëse u pezulluan përkohësisht. Telefonatat u kufizuan. Disa shërbëtorë u ndëruan. Ishte një rrethim i heshtur, Amina ishte më e shqetësuar se zakonisht, po të izolojnë, i tha një mëngjes. Është faza e parë, dhe e dyta? Pyeti Elira. Ose dorëzohesh. Ose zhdukesh nga sytë të gjithëve, Elira nuk reagoi menjëherë. Ajo kishte menduar për këtë. Ishte arsyeja pse kishte ruajtur çdo kontakt, çdo informacion, çdo fytyrë që mund të ndihmonte. Dhe mbi të gjitha, kishte ruajtur kujtimet. Sepse historia, kur tregohet siç është, bëhet armë, ditët kalonin ngadalë. Një pasdite, ndërsa ishte vetëm në dhomën e saj, Elira vuri re diçka të çuditshme. Një nga shërbëtorët e reja i la librat mbi tavolinë dhe, pa e parë në sy, përshpëriti, sonte. Ora 2, pastaj u largua, sikur të mos kishte ndodhur asgjë, zemra e Elirës rrahu fort. Ora 2 ishte koha kur rezidenca binte në heshtjen më të thellë. Ajo e kuptoi se dikush po rrezikonte shumë për t'i dhënë një shenjë, atë natë nuk fjeti. Në orën 2, dritarja e balkonit u hap lehtë. Amina u shfaq në errësirë, e ndjekur nga shërbëtorja. Nuk kemi shumë kohë, tha Amina. Ajo quhet Leila. Ka familje jashtë. Mund të na ndihmoj, Leila nxori nga xhepi një telefon të vogël, të vjetër, nuk është i regjistruar këtu, tha. Ka vetëm një kontakt. Një gazetare. Ajo që fole atë ditë, Elira ndjeu një përzierje frike dhe lehtësimi. Kjo ishte porta që ishte hapur. Por një portë e tillë të çon ose drejt dritës, ose drejt humnerës, nëse flas, tha Elira, nuk ka kthim. Këtu nuk ka kthim gjithsesi, u përgjigj Amina. Vetëm zgjidhje të ndryshme, Elira e mori telefonin. Duart i dridheshin, por mendja i ishte e kthjellët. Nuk foli gjatë. Vetëm la një mesazh zanor, me zë të ulët, por të qartë, quhem Elira. Jam një nga gratë që nuk duhet të flasin. Kam histori. Kam prova. Dhe nuk kam më frikë të jem vetëm, ajo e fshiu mesazhin nga telefoni, sipas udhëzimeve, dhe ja ktheu Leilës. Tani jemi të gjitha në rrezik, tha Leila qetë. Jo, u përgjigj Elira. Tani jemi të gjitha të vërteta, dita tjetër erdhi si çdo ditë tjetër, por Elira e ndjeu se ajri ishte më i trash. Në sy të shejkut kishte diçka të re, dyshim. Jo siguri. Dhe dyshimi, për burra si ai, ishte fillimi i dobësisë. Një javë më vonë, një lajm i vogël qarkulloi në media ndërkombëtare. Jo emra. Jo akuza direkte. Vetëm një investigim për martesat e heshtura dhe gratë që humbasin zërin pas luksit. Artikulli u shpërnda shpejt. Shumë shpejt, rezidenca u trazua. Mbledhje urgjente. Telefonata të gjata. Nervozizëm. Elira u thirr, por këtë herë jo për paralajmërim. Çfarë ke bërë? E pyeti shejku, pa e fshehur zemërimin, asgjë që të mos ishte e vërtetë, u përgjigj ajo, ai e shikoi gjallë. Për herë të parë, nuk duke i pathyeshëm, ti mendon se një zë ndryshon gjithçka? Pyeti. Jo, tha Elira. Por ai hap dyer. Dhe pas tyre ka të tjerë, heshtja që pasoi nuk ishte më kërcënuese. Ishte e pasigurt, atë natë, Elira u kthye në dhomën e saj dhe u ul pranë dritares. Nuk e dinte çfarë do të ndodhte nesër. Ndoshta ndëshkim. Ndoshta izolim. Ndoshta diçka më e keqe. Por diçka ishte e sigurt. Ajo nuk ishte më vetëm një grua që kishte pranuar martesën me një kusht përpara. Ajo ishte bërë zë, dhe zërat, kur dalin nga errësira, nuk kthehen më mbrapsht. Pas publikimit të artikullit, rezidenca nuk ishte më e njëjta. Luksi mbeti, muret qëndruan, por diçka e padukshme ishte thyer. Heshtja nuk ishte më absolute. Ajo kishte çarje. Telefonat binin pa pushim. Avokat, këshilltar, njerëz që flisnin me zë të ulët dhe shikonin rreth e rrotull para se të hapnin gojën.
Sheiku lëvizte më shumë se zakonisht, nervoz, i shpërqendruar. Për herë të parë, pushteti i tij po përballej me diçka që nuk blihej dot, vëmendjen publike. Elira u vu në një lloj arresti të bull. Nuk ju tha kur zyrtarisht, por lëvizjet ju kufizuan edhe më shumë. Dera e dhomës nuk mbyllej me çelës, por dy roje rrinin gjithmonë pranë. Ishte një mesazh i qartë, të shohim, por të mos prekemi ende. Amina u transferua në një krah tjetër të rezidencës. Nuk u lejuan më të takoheshin. Ky ishte ndëshkimi i parë. I heshtur, por i dhimbshëm, një mbrëmje, Elira u thirr nga një këshilltar ligjor i sheikut. Ishte burr i qetë, me sy të lodhur, nuk do të flas gjatë, i tha. Artikulli nuk të përmend. Nuk ka prova publike. Por ka dyshime. Dhe dyshimet janë të rrezikshme, për kë? Pyeti Elira, për të gjithë, u përgjigj ai. Sidomos për ty, ai ofroi një marrëveshje të re. Më shumë para për babain. Një llogari personale për të. Liri më e madhe brenda rezidencës. Udhëtime. Një jetë më e butë, në këmbim? Pyeti ajo, heshtje, tha ai. Të plotë. Të përhershme, Elira buzëqeshi lehtë. Jo nga gëzimi, por nga qartësia. Këtë e kam bërë tashmë për shumë kohë, u përgjigj. Dhe nuk funksionoi, ai e shikoi gjatë, atëherë do të ketë pasoja, tha, po, u përgjigj ajo. Por këtë herë nuk do t'i paguaj vetëm unë, disa ditë më vonë, një tjetër artikull doli në dritë. Më i thellë. Më i guximshëm. Me zëra të ndryshëm, nga vende të ndryshme. Njëra prej tyre ishte e koduar qartë, një grua shqiptare me baba të sëmur, me martesë të bërë mbi një kusht parash. Emri i Elirës nuk u përmend. Por historia ishte e saj, sheiku e thirri për herë të fundit. Nuk kishte më zemërim në sytë e tij. Vetëm llogari, ti ke hapur një plagë. I tha. Dhe plagët, kur hapen, kërkojnë ose shërim. Ose prerje, atëherë le të shërohen, u përgjigj Elira. Jo të mbulohen, ai heshti për një kohë të gjatë, do të largohesh nga kjo rezidencë, tha më në fund. Jo si e lirë, por as si e mbyllur. Do të jetosh në mbikëqyrje, jashtë vendit. Për aq kohë sa kjo stui të qetësohet, Elira e kuptoi menjëherë, ishte internim i butë. Por edhe shpëtim, Amina? Pyeti, sheiku u kthye nga dritarja, do të jetë e sigurt, tha. Për aq kohë sa ti nuk kthehesh, ky ishte çmimi i fundit. Liria e saj. Kundrejt qëndrimit larg, Elira pranoi. Jo sepse humbi, por sepse zgjodhi të jetojë për të vazhduar luftën në një formë tjetër. Para se të largohej, ajo i la një mesazh Aminas, përmes Leilës, zëri ynë u dëgjua. Tani mbaj gjallë. Kur u largua nga rezidenca, nuk u kthye pas. Nuk kishte më nevojë. Ajo nuk po ikte si vajza që kishte ardhur me një kusht përpara. Po largohej si një grua që kishte ndryshuar rrjedhën e një historie. Disa muaj më vonë, në një vend evropian, Elira filloi një jetë të re. Jo të lehtë. Jo të sigurt. Por të vërtetë. Bashkëpunoi me organizata, foli me zëra të tjerë, pa treguar fytyrën, por duke treguar të vërtetën, babai i saj ishte ende mirë. I sigurt. Dhe krenar, historia nuk u mbyll me fitore të mëdha, as me drejtësi të menjëhershme. Por u mbyll me diçka më të fortë, një precedent, sepse kur një grua flet, edhe nëse zëri i saj dridhet, ajo nuk është më e vetme. Dhe kur heshtja thyet një herë, nuk kthehet më në formën e vjetër.